Ashtu si që do zakoni, në ditën e festës që do duhet ishte fest, faktikisht edhe protest në të njëjtën kohë të gruas, Kremlini ka publikuar një video zyrtare të Vladimir Putin, i cili bën një urim për ditën e gruas. Megjithatë, deri këtu duket sikur çdo gjë është okej, por gafa është se Putin ka përsëritur disa dubla dhe faktikisht stafi ka publikuar jo urimin, por momentin kur Putin ankohet se ka disa të gricura në zërin e tij, i vjen të kollitet e të tjerë me radhë. Sa po u publikua, qëndroi vetëm pak minuta, u fshin nga stafi dhe u publikua urimi i saktë. Po kjo ngjalli një sër komentesh në rrjetet sociale dhe analizash në studio në Rusi, duke thënë se ka probleme të shëndetësore, apo i duhet të përsërisë shumë herë të njëjtin tekst, bën sikur është i pagabueshëm e të tjerë me radhë, gjë të cilën do ta diskutoj me Tomi Kallanxhin, që e kam në një lidhje direkte. Tomi, të përshëndes. Përshëndetje. Gabim stafi PR-i edhe në nivele si që është Putin, Edhe mund të besojmë, edhe s'mund të besojmë që është gabim kjo gjë. Ndoshta këta personë qef edhe të futen në bazing, sepse duke ditur që këto lloj videosh postojnë vetëm në për platformat ruse, edhe duhet ta themi që në Rusi nuk lejohen disa social network si pune YouTube-it, ose platforma tjera si pune e Facebook-ut apo Instagram-it, ata kanë platformat e tyre, dhe për të shruajtur dhe njerëzit e kanë përdorur, do thotë që në një farë mënyre mund të jetë përdorur edhe nga ekipi i tij për strategji. Pse, për të tërhequr vëmendjen dhe të merren me këtë dhe jo me gjëra që mund të jenë më të rënda? Pikërisht, ndodhi që për të dhënë një urim, ndoshta do ishte një gjë mainstream, fakti që ai bëri një gabim ose me shëndetin e tij që nga video nuk është se dallohet ai shumë. O Tomi, duket pak smur, po mund të jetë me grip, se. Ndoshta, por që siç e thash edhe pak më parë, këto lloj postojnë në për rrjetet sociale, siç është një nga më të famshit vk.com, që është një nga platformat më të mëdha që rusët e përdorimin për social media, dhe më pas ka përfunduar dhe ka dalë në rrjetin social X, që ndoshta prapë edhe aty ka tani ne po vim në kontekst konspiracioni, por që duke qenë që ai është i rrjet social që është influencuar nga këto lidhjet e Elon Muskut me lindjen, mund vëm dyshimet që është bërë edhe enkas për të rritur çik të bazing se çfarë po ndodh, sepse vëmendja praktikisht ka hikur nga ai dhe ka shkuar në lindjen e mesme për situatat që po ndodhin dhe në Rusi nuk është se ka më vëmendje për të. Video është fshirë për 1 minutë e 30 sekonda. Si patën kohë shumë njerëz ta ruanin? Shiko, ka shumë website, shumë shërbime që i mbajnë monitorim faqet të ndryshme qeveritare. Çdo gjë që postohet kopiohet në kohë reale dhe nuk është se rrit dikush edhe e ruan manualisht një video caktuar. Ka robotan që mund të quajmë gjuhën teknike që monitorojnë dhe ruajnë çdo gjë që postojnë qeveri të ndryshme. Kjo Rusisë është një qeveri e madhe relativisht dhe priten informacione nga sekond në sekond dhe edhe priten edhe gafat të tilla të ndodhin që edhe t'i përdorin për situata të ndryshme. Pra mund të ketë të bëjë, thua, edhe me një lloj qëllimi për të marrë vëmendje, për të mos u folur për gjëra të tjera. Tani, Putin është një nga ata lider që klikohet shumë, kërkohet për të e tjerë me radhë? Kërkohet, ka një kërkueshmëri konstante. Kërkohet për shembull, nëse këto 7 ditë e fundit unë kur mora vesh lajme thash po hyj po shikoj pak kush janë këto shtetet që i ka interesuar mbeti i liderit rus. Bregu Fildisht është një ndërto e para, më pastaj vjen Guinea, vjen Mali, janë disa vendet e Afrikës që ndoshta mund të kenë influenca ruse, dhe në vend është Franca. Për çudi është Franca, që ka më shumë interes, pastaj rikthehet prapë Afrika. Është e çuditshme gjithë ky interes i kontinentit afrikan për liderin për lustën. Pas vend 13-14 vjen Çekia dhe Lituania. Vende që kanë influencë që kërkojnë më shumë për Putin. Në krahasim me këto liderët e tjerë, për shembull me Trumpin, si është, apo Trumpin se kalon njëri për ato që bën?
Shiko, duhet të themi që informacioni për të rrullë, duke qenë që Google-i nuk është një platformë shumë e përdorur në Rusi dhe nuk është e lejuar në Rusi, praktikisht nuk mund të shikojmë tamam nëse është kërkuar më shumë njëri apo tjetri. Shumica e këtyre shteteve që janë le të quajmë fansa të Putinit, kanë internetet mbyllur, si Kina ose India ose vende të tjera si pune Pakistanit ose Bangladeshit, që shteti përon dhe nuk ka shumë të drejta digjitale për qytetarët e tyre. Kështu që edhe konkrete nuk janë. Në të kundërt, përdorna ka më shumë dhëna në real time, sepse duke qenë që shtetet që vizitojnë praktikisht kanë liri përdorimit Google-it edhe praktikisht ka më shumë dhëna për to. Në ta nësjetën nga Putini që edhe vetë në Rusi që ka 190 milion banor nuk lejohet Google-i as YouTube-i, shumica e mediave ruse nuk lejohen YouTube edhe të kenë kanalet e tyre, kështu që kjo gjë nuk është se na bën të shohim të dhënat aq të korale sa që mund të jetë nga ato amerikanë. Pavarësisht gjithçka e bëri Putin, vëmendjen nga Irani nuk e hoqit, cilët kanë një lider të ri, djalin e Khameneit, edhe të shohim si të shkojë situata me Trumpin që tha edhe këtë kemi për ta vrarë. Faleminderit shumë Tomi, të përshëndes. Faleminderit ju. Gjithë të mirat, për këtë do të flasim në vijim pas pak.